ka ma ndy që përshamë se këty vrasa s'ka, hakmarrje s'ka, nuk vrohen njerëzit, edhe nëse dikush priset momentalisht, ndërhyn i pajtojnë, apo kupton. Kjo është shumë e rëndësi që 100 vjet as ka pas rreje, as vrasa, as kurrë. Ju nuk keni mendu asnjëherë me u shpërngul prej fshatit? Askur nuk do të shpërnguleni, ja? Nuk do të shpërnguleni prej fshatit. Dhe të vdes fshatar. A ju mërzit ky fakt që shumë shtëpi janë të braktisura? Shumë. S'ki me kondrën. Tonë kohë nuk vjen kërkush me nejtë. S'ka njerëzi, s'ka kërkush nuk vjen me nejtë me jetu. Mërzitesh, që më vesh dhura narsët, e vesh e sa më thonë. A din një shpesh kështu, se ne ju pamë që kështu ishit duke punu tokën, a? Po, tokën e punujna, po. Do më thonë mirën e me bujqësi? Po, me bujqësi mirë. Me blektorim duket jo? Ja, po, kena e blektorim, nisë të copa gjape, vitë e pështira i ka, që e djali kujdeset e manë. Të djelat, a janë më të veçanta se ditëve tjera atë javës? Të djelat apej bushtërije vinë në fshatë. Me punu diçka kështë me mjellë me kep, me prena ditë për bujqësi. E trit, a ka tri në fshat ajo? Ja. Ka veç në shkollë që e në klasë 8, 9. Ndë një ushqim, diçka ma ndryshe, për shembull? Ushqimin të mirë e kena. Jo, ushqimin e kena, fenomenal ushqimin. Qatë dushëm qëtë nusja jam. Ju jetoni me bashkëshortën, a dhe me fëmijët e juj? Me bashkëshortën, pa bashkëshortën s'kam jetë. A keni edhe diçka tjetër, ndonjë histori, për shembull, që e mbani mend prej fëmijë kur keni qenë në këtë fshat? Kena qenë lujna, kena organizu lujna të ndryshme. Atër si fëmijë. Kena lu me ta lova lujnash, me shtaka. A lujnë njëjtë fëmijët e gjeneratave të sotit a jo? Ma shumë me telefona? Telefonat më hangën jetën. Veç që hanë bukë, njëna ndurë me bukë, njëna me telefon, po. Kur s'ka ndurë. Kjo është në komirë kjo. Shala për i largojnë telefonat. Galicës besnike i kanë mbetur vetëm të moshuarit, ata që ende vazhdojnë të mbojnë gjallë traditat dhe jetojnë me kujtimet e vjetra. Nostalgjia dhe lidhja me tokën e të parëve janë motiv për vitet e tyre të mbetura. Zote Abedin, faleminderit shumë që na ke prit nga Galicë. Në qofshët e më si keni ardhë. Po ju kthej pas në kohë, tregom si ka